Dhe ja o vëllezërit e mi, duke esë në për sokaqe dhe rrugët e xhenetit të Allahu Gjellewala, do të shfaqet një fytyrë e bukur, e cila ndriçon shumë, dhe do të flasim mes njëri tjetrit dhe do të themi, po kush është ky njeri kaq i bukur? Dhe dikush i do të na thotë, ai është Muhamedi. Ai është Muhamedi. Unë edhe ty do të themi, Muhamedi, që unë nuk fale si falesh të aj, që unë agjerova si që agjeron të aj, që unë në dunja mërja abdes si që mërë të aj, unë e vendosja shuplakën e djatë në fytyrën e djatë natën fleja si shflen të aj, i bëja duajat para gjumi si që i bën të aj, krijesa më e dashur në zemrën time në jetën e dunjas ishte ky është aj, po do të thonë, ky është aj, dhe do të shkojmë dhe do të shohim pejgamberin e Allahu sallallahu alaihi wasallam. E që kur u pyet dikush për dietarëve të hershëm o imam, na i përshkruaj xhenetin, tha fiha Rasulullah, në të është pejgamberi Allahut alayhi salatu wassalam. Do ta përshëndesim pejgamberin e Allahut, do ta përqafojmë pejgamberin e Allahut, lum për ata njerëz që do të hyjnë në xhenetet e Allahut xhelle xhelalu.